Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Pagesat e taksave të makinave për qytetarët në Shqipëri tani mund të bëhen online dhe përmes portalit e-Albania. Njoftimi është bërë i ditur përmes rrjeteve sociale nga kryeministri i Shqipërisë. Në videon e shpërndar nga Edi Rama theksohet se kjo risi do të sjellë kursimin e 11.500 ditëve të punës, do të kursoj qytetarëve mbi 4.7 milion kilometra rrugë dhe 331.000 litër karburant. Rreziku i goditjeve nga jashtë dhe rreziku i përkesimit të ekonomisë në vend janë klasifikuar nga sektori bankar në Shqipëri si dy rreziqet kryesore sistemike. Vlerësimi për rrezikun e goditjeve nga jashtë paraqitet më i lartë në krahasim me periudhat e mëparshme. Për sa i takon zhvillimeve të brendshme, rreziku lidhur me luhatin e vlerës së pasurive të paluajtshme ka vijur të mbetet në grupin e rreziqeve kryesore dhe perceptimi rreth tij është rritur më tej. Dinamikat e kohëve të fundit në tregun e pasurive të paluajtshme dhe rritje vazhdueshme e çmimeve ka rritur shqetësimin e bankave lidhur me ecurinë e ardhshme të tyre në kushtet, kur një pjesë e konsiderueshme e portofoleve të kredis është e ekspozuar me aktivitetin e këtij tregu. Pavarësisht zhvillimeve dhe sfidave të momentit, situata e mirë financiare e sektorit bankar dhe likuiditeti i bollshëm ka bërë që besimi i bankave në qëndrueshmërinë e sistemit bankar në të ardhmen do të mbetet mbi nivelin mesatar dhe i pandryshuar. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shpreh shqetësimin se në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit flitet për një narkoekonomi ku nuk ka asnjë investim të huaj. Sipas Berishës, në Shqipëri ka 10 vite që nuk numërohen as me gisha investitorë serioz dhe perëndimor, sepse ata janë zëvendësuar nga narkotrafikantët dhe paratë e tyre. Kompani të mëdha botërore gjatë këtyre viteve u larguan nga Shqipëria. I kujtoj këtu se të gjitha akset rrugore të mëdha nga hani i Hotit në Gjirokastër u ndërtuan nga kompani ndërkombëtare me reputacion të madh. Rikujtoj këtu se zbarkuan në Shqipëri gjigant si Shelli, pavarësisht rezultatit, por shpenzojnë mbi 1 miliard euro në shpatet e Shpiragu dhe në zona tjera në kërkim të naftës. Kompani të tjera në real estate kishin projekte 1 miliard e gjysmë dollar investime dhe ato u larguan nga Shqipëria që gjitha sepse u zëvendësuan nga përfaqësues të karteleve të drogës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ministria e Punëve të Jashtme e Malit të Zi dërgoi një notë verbale ambasadës Kosovës në Podgoricë. Shkaku bën të shtënat marrëmzjarje që dyshohet se erdhën nga pjesa e Kosovës në zonën pranë qendrës malazeze të skijimit afër kufirit mes dy shteteve. Nga organet kompetente të Republikës Kosovës është kërkuar që të identifikojnë dhe të procedojnë autorët e këtyre incidenteve, si dhe të njoftojnë Malin e Zi për të gjitha masat dhe veprimet e ndërmarra, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Malit të Zi. Gjermania paralajmëron se Rusia po bëhet kërcënim gjithnjë më i madh për NATO-n. Reagimi erdhi nga ministri i mbrojtjes i Gjermanisë Boris Pistorius gjatë një vizite në Poloni dhe Lituani, një kohë kur tensionet janë të larta në krahun lindor të aleancës ushtarake për shkak të shkeljeve ajrore nga dronët rus. Duke folur në forumin e sigurisë në Varshavë, Pistorius tha se Moska po teston aleatët e NATO-s me shpeshtësi dhe intensitet në rritje. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin po përpiqet me qëllim ta minojë sigurinë europiane dhe integritetin territorial të kombeve tona europiane, theksoi Pistorius. Ai kërkon t'i provokojë shtetet anëtare të NATO-s, ai dëshiron t'i ekspozojë dobësitë brenda aleancës son, tha ministri i mbrojtjes i Gjermanisë Boris Pistorius. Operatorët të survejimit punojnë në bord të një avioni mbikëqyrës mbi hapësirën ajrore të Polonisë si pjesë e misionit të ri të NATO-s Roja Lindore. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.